Rrugët e bashkisë Divjak janë kthyer në grumbull mbeturinash, duke sjellë një rrezik të shtuar për sëmundje infektive dhe duke dëmtuar rënd imazhin e qytetit si një destinacion turistik. Aksionet për pastrimin e territorit mbeten vetëm projekte të harruara, ndërsa realiteti në terren është alarmant. Segmentet rrugore që lidhin zonën nga Triurat drejt fshatit Gërmenj, përfshirë rrugët e kontinierëve, janë të mbushura me mbeturina që qëndrojnë aty prej ditësh. Pamjet e sjellura nga televizioni Apollon tregojnë një gjendje të rënduar, ku mbeturinat nuk janë vetëm një problem estetik, por dhe një rrezik i drejtpërdrejt për shëndetin publik. Pavarësisht se situata nuk pranohet si një problem i përhershëm, ajo është bërë një realitet i përsëritur. Në disa pika janë vretur dhe kafshë të ngordhura pranë mbeturinave, çka shton rrezikun për përhapjen e infeksioneve dhe përkeqëson më tej ndotjen. Mbeturinat kanë pushtuar rrugën kryesore, e cila në këtë sezon pranveror frekuentohet nga qindra turistë që vizitojnë parkun kombëtar Divjak Karavasta, një nga perlat natyrore të Shqipërisë. Në kushtet ku ndotja po zgjerohet, kërkohet një ndërhyrje urgjente për të ndaluar këtë situatë që po dëmton rënd qytetin, turizmin dhe shëndetin publik.